Në një postim në Truth Social, presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump njoftoi arritjen e marrëveshjes me Kinën, siç vuri në dukje ai është në fazat e fundit të miratimit nga ai dhe presidenti kinez Xi Jinping. Si pjesë e marrëveshjes, Pekini do të marrë përsipër të furnizojë minjerë Shtetet Bashkuara me magneta dhe metale të rralla, duke mbuluar plotësisht nevojat përkatëse të industrisë amerikane. Në përputhje me rrethanat, Shtetet Bashkuara do respektojnë angazhimet e tyre ndaj Kinës, duke përfshirë pranimin e studentëve kinezë në universitetet dhe kolegjet amerikane, diçka që, siç tha Trump, unë gjithmonë kam rënë dakord. Teksti veçantë u vu dhe në çështjen e tarifave, ku Trump sqaroi se Shtetet Bashkuara do mbajnë një normë totale tarifore prej 55%, ndërsa Kina do aplifikojë tarifa përkatëse prej 10%. Ai përshkroi gjendjen aktuale të marrëdhënieve dypalëse si të jashtëzakonshme, ndërsa e mbylli mesazhin e tij duke falendëruar ata që po ndjekin nga afër zhvillimet e kësaj marrëveshje.